Profeti ynë i dashur Muhamedi, paqja qoftë mbi të, na mësoi mësime të thella përmes historive të thjeshta. Këto rrëfime, të ruajtura në hadithe autentike, na udhëzojnë në rrugën drejt kënaqësisë së Allahut. Ato na tregojnë vlerën e madhe edhe të akteve të vogla të mirësisë. Merrni parasysh historinë e një gruaje, ndoshta jo të njohur për vepra të mëdha, e cila pa një macë të etur dhe të uritur. E shtyr nga dëmshuria, ajo i ofroi ujë dhe ushqim. Për këtë akt të vetëm mëshire ndaj një prej krijesave të Allahut, ajo u fal dhe hyri në parajs. Në kontrast të plot, profeti, paqja qoftë mbi të, foli edhe për një grua tjetër. Ajo e mbylli një macë, as nuk e ushqeu dhe as nuk e la të gjente ushqim për veten. Kjo mungesë mëshire çoi në ndëshkimin e saj. Këto histori janë kujtesa të fuqishme për ne, besimtarët. Ato theksojnë se Allahu vëren dhe vlerëson trajtimin ton ndaj të gjithë krijimit të tij, të madh apo të vogël. Mëshira e treguar ndaj kafshëve është mëshirë që mund të na sjellë falje hyjnore. Le të reflektojmë mbi këto mësime. Dëmshuria jonë ndaj kafshëve nuk është thjesht mirësi, është një akt adhurimi. Është një rrugë për pastrimin e zemrave tona dhe potencialisht një mjet për të hyrë në mëshirën e gjerë të Allahut dhe në parajsën e tij.